Selam aleikum hoxh, kohët e fundit po vinë mace shumë në shtëpinë tonë. Edhe po bëjnë zullum, a është gjuna me i largu? Aleikum selam rahmetullah, nuk është gjuna me i largu, lejohet ti largosh, por është ndaluar që ti maltretosh ose ti mbysësh ose ndonjë lloj dënimi tjetër. Pra, largoj, mos i mbyt. Nëse ndodh dikush e shkel me makinë pa qëllim, ajo është mesele tjetër. Por me qëllim me uqu me mbyt, ose me ndjek kënaqësi të i mbyt, ose duke i gjujt me gur, mi marr shaj, ose me marr me shtinë në ndonjë kuti ose thes, pastaj me gjujt në ujë, ose me marr prej lart, 7-8 katë ose 10 katë dhe me gjujt të poshtë, edhe me kesh, këto s'ban. Ose mi marr shaj me gur apo me armë ose diçka, këto janë haram. I largon ose vendos një mur ose diçka e cila mund t'i pengoj ata tash. S'du t'hy në detaje se edhe unë nuk i di qysh me i pengu, e rëndësishme pengoj ose largoj, nuk ki kur far gjunahe. Mos u qetu shem që ata pastaj mos me ardh hala ma shumë të shtëpia jote. Pra nuk ki kur far gjunahe nëse i largon.